Përshëndetje të gjithë miqve dhe dashamirësve që kam njohur në Facebook. Shumë prej jush kanë lexuar mjaft shkrimet të mia, të cilat unë i kam postuar në Facebook. Të gjitha ato shkrime janë pjesë e kapitujve të teorisë së demokratizmit. Teoria e demokratizmit është një vepër shkencore filozofike e realizuar në 2 vëllime me rreth 600 faqe secili dhe botuar në tetor të vitit 2015 në Shqipëri. Teoria e demokratizmit është një përpjekje individuale e imja e një pune shumë vjeçare për të analizuar të gjithë veprimtarinë e njerëzimit. Natyrisht të gjithë e kanë të qartë dhe e kuptojnë se thelbi i organizimit dhe i veprimtarisë së njerëzimit është sistemi shoqëror, rendi shoqëror. Për më tepër të gjithë e kanë të qartë që brezi ynë ka kaluar në shekullin e 20 me për 2 lloj sistemesh të ndryshme. Sistemin kapitalist dhe sistemin komunist. Po kështu, të gjithë e kanë të qartë që asnjëherë dhe as tjetër prej tyre nuk i kanë zgjidhjen e duhur shumë probleme të shoqërisë njerëzore. Pikërisht duke parë dhe analizuar të gjitha këto probleme madhore të njerëzimit, unë kam arritur në përfundimin se shoqëria njerëzore duhet të kalojë në një rend të ri shoqëror, të cilin unë e kam quajtur demokratizëm. Pra, siç mund të kuptohet, demokratizmi s'është gjë tjetër veç se një formë krejtësisht e organizimit të mbar njerëzimit dhe kalimi e tij nga kapitalizmi në demokratizëm. E bëj këtë sqarim sepse shumë njerëz duke lexuar në libër fjalën demokratizëm e lexojnë si demokratizim. Në fakt, fjala demokratizëm do thotë rend shoqëror, jo proces shoqëror, siç nënkupton fjala demokratizim. Në fakt, demokratizim të vërtet, domethënë procese demokratike të vërteta, njerëzimi do të ketë vetëm në demokratizëm, pra kur të kalojë në këtë rend të ri shoqëror. Pse e them këtë? Sepse për mua është e qartë, në komunizëm ne kishim vetëm procese komunistizimi, ndërsa në kapitalizëm, gjatë këtyre 25 viteve, ne kemi pasur vetëm procese kapitalistizimi dhe asnjë proces nuk ka qenë proces demokratik, proces demokratizimi. Proceset shoqërore që realizohen çdo ditë në praktikë janë pjesë e rendit shoqëror në fuqi. Nuk mund të kemi procese demokratike në një sistem tjetër, siç është kapitalizmi apo komunizmi. Këto janë edhe 2 vëllimet e teorisë së demokratizmit të realizuara në vitin 2015 në Tiranë. Siç mund të kuptohet pra nga të gjithë, teoria e demokratizmit nuk merret me analiza shkencore për të shpjeguar fenomenet shoqërore të realitetit ekzistues.
as me analiza shkencore për të shpjeguar realitetin e sistemit komunist. Kjo teori merret kryesisht me të ardhmen e njerëzimit. Ajo shpjegon rrugën që njerëzimi duhet të ndjekë në të ardhmen. Pra, përmbajtja e kësaj teorie përgjithsisht është me ide të panjohura për njerëzimin, përmbar njerëzimin. Sepse të shpjegosh rrugën e të ardhmen dhe të tregosh diçka që nuk ka ekzistuar, por që duhet të ekzistojë, të realizohet, të bëhet realitet për të gjithë njerëzimin. Këtu qëndron edhe vështirësia e të kuptuarit të njerëzve. Sepse mund të lexojnë diçka që flet se si duhet të jetë dhe pastaj njerëzit komentojnë atë që është.